Pezullohet procesi i përzgjedhjes së librit të anglishtes për klasën e 6. Mësuesit megjithëse të ndërgjegjshëm se përzgjodhen në masë një anglishte që ripërsëris të njohurit e nxënësve dhe nuk rrit nivelin e tyre, e dhan verdiktin. Por Ministria e Arsimit nuk e ka lejuar këtë përzgjedhje. Një email ka mbritur në drejtoritë e shkollave nëntëvjeçare në Tiranë në 10 gusht, e cila kërkon anulimin e përzgjedhjes vetëm për tekstin e anglishtes të klasës së 6. Sipas emailit të nisur nga Drejtoria Arsimore Rajonale e Tiranë dhe zbardhur nga News 24, kërkohet që ky proces të pezullohet deri në një urdhër të dytë. Edhe nëse kërkesa nga shkollat i është dërguar botuesit, Dar Tirana specifikon me anë të emailit të bëhet anulimi i saj. Këta janë 3 librat që konkurruan në shkollë, ku mësuesit e lëndës duhet të zgjidhin të duhurin. Më konkretisht, Spark 1 me autor Virginia Evans dhe Jenny Dolley, që është aprovuar për klasat e 6 në të gjithë vendin, ishte praktikisht i njëjtë me tekstin Access 1 që fëmijët përdorën vitin e shkuar në klasën e 5. News 24 ngriti me shqetësim 3 ditë më parë këtë parregullsi, pasi 2 librat kanë të njëjtët autor dhe janë të së njëjtës shtëpi botuese, por çuditërisht kanë të njëjtin nivel. Nisur nga kjo situatë, Ministria e Arsimit nuk ka lejuar që ndikimi i mësuesve në përzgjedhjen e tekstit të dëmtojë të ardhmen e nxënësve, duke ndërhyrë në kohë. Shkolla fillon më 15 shtator dhe deri atëherë nuk dihet nëse do të ketë një proces të dytë apo do të mbeten në konkurrim vetëm 2 anglishte.